Pyetja radhës është nga një motor, thot kam frikë se mos më zën vdekja pa mbulesë. Jam e pambuluar dhe çka nëse vdes kështu. Po motor, frika ndaj Allahu xhaleshano duhet të shoqërohet ty gjithmonë me vete. Duhet ta kesh gjithmonë me vete. A thua vallë. Apo i realizoj urdhat e Allahut. Allahu më ka urdhëruar me fal namaz, me dhënë zakat, me xheru muajin Ramazanit. E unë si gjini femërore, kam një urdhër apo stafat nga ana e Allahut, ta mbuloj trupin tim. Edhe me të vërtet duhet ta kesh frikë. Allahu ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar Allahun, keni frikë Allahun me një frikë të sinqertë, edhe mos ndroni, mos vdesni ndryshe, pos duke qenë besimtar. E ti do të më shoqëru frikën e Allahut me zvete. Mos të zonë vdekja pa e mbuluar. Kjo të jep ty motiv, të jep ndërgjegje që një ditë për ditëve do të mbulohesh me emrat e Allahut xhaleshano. Duhesh gjithmonë të kujdesesh për veten tënde. A thua vallë, unë me këtë trupin tim që nuk jam e mbuluar, a e kënaqë Allah nëse kënaqë. Allah është i dhuruar me mua. E mos të më zën vdekja, ndërsa Allah është i dhuruar me mua. Pra, shpejto. Nxito sa më shpejt. Nxito sikur se Musa alayhis salam i cili ku nxitoi tek Allahu ku tha: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." O Zot, nxitova tek ti, shpejtova tek ti të jesh i kënaqur me mua. E ti thuaj kështu me këtë lutje: "O Zot, po nxitoj sa më shpejt, të mbulona të jesh i kënaqur me mua, se me të vërtet e di se mos mbulesa është i dhërim ndaj Allahu xhaleshano xhalla xhelalu."